Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Falendrojmë Allahun te bareke wa ta'ala, kryesin, mëshirbërsin, mëshiruesin, mbikëqyrësin. Allahun e falendrojmë se është i vetmi i cili meriton të falendrohet, të madhrohet, të adhurohet. Salavatet dhe selamet Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin e kanë ndjekur dhe do ta ndjekin dhe ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Për hir të Allahut, një ngjarje e rëndësishme, për shumë ngjarjeve të ndryshme të lloj-llojshme që i cek Allahu i përmend në librin e tij famëlart. Dhe në çdo ngjarje që Allahu e përmend në librin e tij ka mësim për njerëzit që kanë mend, që mendojnë. Ngjarje të raste të ndryshme historike që Allahu i përmend në librin e tij famëlart janë mësim për ne, janë këshilla për ne, janë udhëzim për ne. Më kujtohet se ne kemi mbajt një ligjërat kur kemi folur për xhelozin, për smirën, për zilin. Kjo temë ose kjo histori, kjo ngjarje e përmendur në librin Allahu te bareke ve teala e shpallur nga i madhi Allah përmes Xhibrilit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ka arritur sot deri tek ne dhe që do të ekziston deri në ditën e Kiametit. Allahu subhanahu wa taala në këtë ngjarje na tregon për të keqen e smirës ose zilis. Se çfarë gatishmërie shpirtërore e fizike ka njeriu i cili vuan nga kjo smundje zilia. Allahu subhanahu wa taala e fillon këtë ngjarje që ka të bëjë me Jusufin alayhis salam, me vëllezërit e tij, me Jakubin alayhis salam. E fillon këtë ngjarje me ëndrrën që e sheh Jusufi alayhis salam. Ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li-sajidin. O baba im, unë pash në ëndër 11 yje, pash hanën dhe diellin se si më bien ose i pash duke bërë sejdë. Ne dim shumë mirë, si që përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e nxjerr Imam Buhariu, se ru'yatul anbiya'i wahyun, se ëndrat e pejgamberëve janë shpallje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shihte ëndra. Përmes ëndrave i pa banor të xhenemit, se si dënohen. Pa krejt këto janë shpallje për pejgamberët. Jakubi alayhis salam përmes ëndrës së Jusufit alayhis salam e kuptoi se 11 yjet janë vëllezërit e Jusufit alayhis salam, sepse Jakubi kishte 12 fëmijë. Dhe e kuptoi se 11 yjet janë vëllezërit e Jusufit alayhis salam. Dhe se hana e dielli është vetë Jakubi me bashortën e tij që do t'i bien në sejdë Jusufit alayhis salam. E kuptoj se këtu ka diçka që nuk ka me të tjerët, ose diçka që po e vëren të Jusufe nuk e vëren të tjerët. Prandaj dhe Jakubi alayhis salam jepte shumë rëndësi Jusufit alayhis salam për shkak të shenjave të profecisë, se i vetmi fëmijë prej fëmijëve të Jakubit që ishte pejgamber, ishte Jusufi alayhis salam. Por afërsia e tepërt e Jusufit me babain e tij e bëni që vëllezërit e tij, pra të Jusufit, të përgatisin komplotin e tyre për ta dëmtuar, për t'i bërë keq Jusufit alayhis salam. Jakubi alayhis salam i tha Jusufit këtë ëndër ma e sekret. Mos u atrego vëllezërve tu, sepse nëse u atregon do të kenë zilin, e pastaj të mos komplotonin kundër
kundër Jusufit a.s. Andaj i tha që mos u atrego këtë ëndër vëllezërve tu. Filloi ngjarja me Zilin. Edhe pse Jusufi a.s. nuk u tregoi vëllezërve di ëndrrën që e pa. Por afërsia e Jusufit me babain e tij e bëni që ata të kenë xhelozi, të kenë zili ndaj Jusufit a.s. që lindi në zemrat e tyre. Smuti prej smundjeve të zemrës. Ishte mëkati i parë me të cilin u mëkatua Allahu subhanahu wa taala. E mëkatoi Iblisi kur refuzoi urdhrin e Allahut azza wa jall. Kur Allahu e urdhoi t'i bjerë në sejdë Ademit a.s. e refuzoi urdhrin e Allahut sepse tha ana khairun min, unë jam tha më i mirë se ai. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mua më ke krijuar nga zjarri, kurse atë ke krijuar nga balta, nga dheu. E tregoi shkakun e refuzimit të urdhrit të Allahut Iblisi, ishte zilia. Prandaj Jakubi e këshilloi djalin e tij që mos ta tregon një mirësi, një të mirë që nuk e kanë të tjerët. Ëndrrën mos u trego. Mirësitë që Allahu t'i ka dhënë mos u trego të tjerëve. Sepse përhapja e mirësive begative me të cilët Allahu t'ka begatu është një farë provokimi i madh për zemrat e njerëzve ziliqar që të dëmtojnë gjatë jetës tënde. Mund të shpëtosh nga çdo sprovë, nga çdo e keqe, por nga e keqe e ziliqarit shumë vështirë të shpëtosh. Për shkak të zilisë edhe Kabili e mbyti Habilin. Sepse Allahu subhanahu wa taala ja pranoi kurbanin Habilit e nuk ja pranoi Kabilit. Kështu që zilia nuk sjell përpose të keqe. Zilia është ajo që shkatron zemrën e ziliqarit. Është helm në zemrën e njeriut që sheh ku ta hedhe, ku ta nxjerrë çat helm ziliqari. Idh qalu li Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba. Than Jusufi dhe vllai i tij janë më dashur për babain ton se ne. Se ne jemi më të fortë, ne jemi të bashkuar. Ahabbu ila abina, më të dashur te babai ynë. Kjo u bë sebeb shkak që dikush prej tyre të thotë uqtulu Yusuf. Vritneni Jusufin. Vritneni Jusufin. Një propozim që vjen nga njerëzit më të afërt, vëllezërit. Vëllezërit e Jusufit alayhis salam. Dikush ta vritneni Jusufin. Ose dhe hidhni diku larg. Dhe atëherë ju do të fitoni vëmendjen e babait tuaj. Përderisa pra është Jusufi gjallë, ju nuk do ta fitoni vëmendjen e babait tuaj dhe do të vazhdon babai tuaj që ta det më shumë Jusufin se juve. Pra si zgjedhje mbytneni. Qëllimi i vëllezërve të Jusufit ishte i mirë. Çka dojmë të jemi të afërt te babai jon ashtu si është Jusufi. Ama mjeti, mënyra, metoda për ta realizuar mjetin e tyre është shumë i keq, i dëmshëm. Dikush prej tyre tha la taqtulu Yusuf walquhu fi ghayabati al-jubb. Mos e vritni Jusufin, por hidhni në thellësinë e pusit që ta gjejnë udhëtarët dhe ta marrin. Edhe kjo ndodhi, kjo u realizua. Këtë ngjarje që e cekim në pika shumë të shkurtra, qëllimi është të japim një mësim vetit ton dhe juve në përgjithësi se deri ku mund të shoj zilia smira njeriu. Dhe çfarë gatishmërie mund të ketë njeriu për shkak të zilis, derisa ta mbysë tjetrin, cilin edhe njeriu më të afër. Ata masi që e planifikuan dhe e bon njeti
për ta bërë atë komplotin e tyre, i thanë Jakubit, arsilhu ma'ana gadan yarta'u yal'ab wa inna lahu lanasihun. O babain, le dërgoj Jusufin, le të vjen me ne që të luan edhe të kënaqet ai me ne, e do ta këshillojmë ne. Po Jakubi alayhis salam, si pejgamberi i Allahut, ai e dinte sharrin që ishin të gatshët t'ja bojnë vëllezërit Jusufit alayhis salam. Por nuk u tha se ju nuk e lëshoj se ju duni t'i boni të keq. Por çka inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhib. Unë jo më mërzit që ta merrni me vete Jusufin, e ka frikë pastaj që ujku ta hanë Jusufin. Nuk tha se po friksohem dhe mërzitem se ju mund ta dëmtoni Jusufin. Po tha, po më mërzit nëse ju e merrni Jusufin, edhe është e mundshme që ujki ta hanë. Kur smirësit ziliqarit bëjt fjalë për babë fëmijë, mund ta paramendojsh për gja, migj, e nip, daj, e nip, koshi, shok, që është ala, ma lehet. Për shejtanin, që t'i ndihmon njeriut për ta kryen krimin ose punën e keqe për shkak të smirës. Kur vëllezërit tregojnë gatishmërinë e tyre për t'ia bërë këtë keqe, ta mbysin vllaun e tyre për shkak se është më i afërt ke baba. Çka na merr mendja dikush tjetër që është më larg. Ata kurthin e zbatuan vëllezërit e Jusufit alayhis salam. Mirë po Allahu azza wa jall ila Jusuf alla yakhaf. Allahu i shpalli Jusufit alayhis salam të mos friksohet. Të mos friksohet se Allahu do ta ruan, dhe Allahu i shpalli se një ditë Jusufi alayhis salam do ju tregon vëllezërve të tij për të keqen çka ja bën. Allahu i tregoi para kohë Jusufit alayhis salam. E hodhën në pus Jusufin dhe u kthyen te babai i tyre. U kthyen, por me këmish të rejshme, me gjak të lyer, të një kafshë, demek e ka ngran Jusufin ujku. Çdo herë kur njeriu i keq, smirësi, ziliqari, dëshiron të bën keq dhe tenton të gënjen, çdo herë Allahu fuqi plot ta jep mundësinë ta kuptojsh realitetin i gënjeshtrës. Këtë mos e haro. Sado që të mundohet, që të gënjen, që të dëmton, Allahu subhanahu wa taala ka me të lanë një shenjë për ta kuptuar gënjeshtrën e tij. Wa jawala qamisihi bidamin kadhib. E sollën këmishën e tij njollosur me gjak të rem. Jakubi e kuptoi mashtrimin e tyre. Mashtrimin e tyre sepse këmisha nuk ishte grisur. Ata e lën me gjak, po harun ta grisin këmishën. E lanë ashtu. E subhanallah, këmisha me gjak, pa qenë e shkoqur e grisur, gënjeshtro shumë e qartë. E kështu Allahu subhanahu wa taala çdo herë ta hep mundësinë ta kuptojsh gënjeshtrën rrenën e tjetrit përmes të secilës dëshiron që ai të dëmton ose ta arsyeton, ta justifikon vetin e tij. Çka tha Jusufi? Erdhën duke qajtur te Jakubi alayhis salam. O babain, e hangri ujku Jusufin, ja këmisha me gjak. Nuk u tha, po këmisha nuk është e grisur. Nuk u tha se më gënjeni. Nuk u tha se ju ja bot keqen Jusufit. Nuk u tha, edhe pse gjithi dinte Jakubi alayhis salam. Çka tha? Fa sabrun jamil, durimi mirë. Fa sabrun jamil, wallahu musta'anun ala ma tasifun. Një durim, një sabër i mirë, e Allahu në ndihmoft e qoftë ndihmën tonë për aty që ka boni. Ama e dike.
Nuk u tha, jo e botë këtë, jo. Sabër, dorim. Nuk ka gjë më të mirë në momentin kur dikush dëshiron të dëmton, flasim për vlezër musliman, se e keqja ekziston të çdo njeri se shejtani punon. Nuk ka më të mirë se sabri durimi, edhe me ja dorëzuar çështjet Allahu te bareke ve teala. Sepse Allahu subhanahu wa taala është ai i cili i shkatron kurthet e kurthagjive, i shkatron komplotet e atyre që i bëjnë, edhe ty Allahu të mbron. E kjo bindje në zemrat tona duhet të ekziston. Si u zbulua mashtrimi i vëllezërve të Jusufit? Mashtrimi i vëllezërve të Jusufit alayhis salam u zbulua pasi që e hodhën Jusufin alayhis salam pus dhe u kthyen te babai i tyre natën vonë, duke bërë veten sikur po qanin. Se ti kur t'ja bëjsh të keqen dikujt, qajt mja, se nuk është diçka që buron nga zemra yte dhe që me të vërtet po, jo vrehet të në ftyrë, vrehet në atë mashtrimin që ti mund t'a bëjsh, Allah në rujt. Edhe ata i thanë e mori ujku. Ja sollën këmishën me gjak të rejmë, duke pretenduar se ishte gjaku Jusufit alayhis salam. Por Jakubi alayhis salam e kuptoi më njëherë. E kuptoi se ata gënjenin, sepse këmisha ishte e pa prekur pa asnjë grisje. Çka thon dietarët? Imam Kurtubi rahimahullahu taala thot: janë të pajtimi dietarët se Jakubi alayhis salam e kuptoi dhe zbuloi mashtrimin e tyre përmes këmishës që nuk ishte e grisur. Por Jakubi alayhis salam dhe reagimi i tij ishte fe sabrun jamil. Wallahu musta'anun ala ma tasifun. Reagimi i Jakubit alayhis salam një lloj shembulli më të mirë për ne. Se këtë ngjarje Allahu që përmend në Kur'an është mësim për ne. Fe sabrun jamil, se sabr jamil, sabër i bukur është kur ty të godet një keqe dhe nuk i ankohesh askujt. Duron, askujt asgjë nuk i thua. Jo. Vallai be jam të bëu sabër, a kret njerëzit u fol për sprovat që ke. Shumë jam të bëu sabër. Po pse u ankohesh njerëzve? A ne nuk ka gjë, për gjë më të vogël ne kemi çift të ankohemi njerëzve. Kjo nuk është sabër durimi i mirë. Durimi i mirë është kur ty të ndodh godet një të keqe dhe ti duron dhe as kujt nuk i ankohesh. As një fjalë nuk e thua për çast sprov. Kjo është sabër jamil. E kjo është durimi i pastër dhe një njeriu fisniku si ishte Jakubi alayhis salam. Rasti ngjarja e këmishës, pusi, ujku, gjaku, janë çështje që përsëriten në çdo kohë. Deri në kiamet. Këmisha, pusi, ujku dhe gjaku. Pse? Për shkak se në çdo shoqëri ka njerëz që kanë zili, kanë zili njerëzve të mirë. Dhe çdo herë ziliqarin e gjen për njerëzve të afërt. Dhe më së shumti që kanë zili smir janë njerëzit e afërt. Çdo herë ai i cili ta din e njeh gjendjen tënde realt. E ziliqar do ketë derisa të ekziston njerëzia. Kjo do të vazhdon. Ata jo vetëm se ja bën keqen Jusufit, e lanë në pus, në brendin e pusit, edhe ku bile ishte mendimi për ta vrarë, por ata e mëkatuan edhe prindin e tyre. Ata hynë në gjuna se i shkonte Jakubi, e mashtruan, e gënyen Jakubin alayhis salam. E gënyen, i thanë, e ka ngran ujku. Kjo është gënjestër. Por çdo herë kur njeriu ka zili,
dhe zilia e çon bon keq, është i detyruar që të mashtron, që të gënjen. Sepse smutia është e tillë. Smutia është e tillë që ti ke zili, ua ke zili të tjerëve, edhe për shkak të zilis tenton ti dëmtosh, çka ndodh? Pastaj ti je i detyruar të gënjesh, të resh. Pra këta, pos që e dëmtuan Jusufin, edhe e gënjën babajnë, prindin e tyre. Tham këmisha, pusi, ujku, gjaku, janë gjëra që përsëriten dhe do të përsëriten. Gjohet do të kesh njerëz që të përqeshin. Gjohet do të kesh njerëz të cilët për shkak të zilis do të nënçmojnë. Gjohet do të mundohen të poshtrojnë, të ulin poshtë. Veçanërisht para njerëzve, të t'i thunë disa fjalë përmes të cilëve fjalë të rëndojnë. Kjo ka ekzistu dhe do të ekziston. Gjoherë do të akuzojnë me gjërat pa vërteta, do të rejnë. E ke bo, se ke bo, po të thënë e ke bo. Kjo gjë do të ekziston. Thot një dietar, kjo është një ligjësi e krijimit. Askush nuk shpëton prej zilis dhe armiqësisë, qoftë edhe profetët, i urtë apo i ditur. Kur Jusufi alayhi salam si pejgamber nuk shpëtoi nga vëllezërit e tij, nga njerëzit më të afërt, ati do shpëtosh? O që ma kanë zilin, po që ka të kanë zilin, e kishin Jusufit. Edhe ty do të kenë, po shiftim ose kesh. Nëse dikush e ka mbushur zemrën e tij me zili, për atë person duhet të vjen keq gjuna se është i smur. Ai vun nga një sëmundje e madhe që e shkatron zemrën e tij. Dhe lutu Allahu që Allahu ta shëron edhe ty me këtë sprov të mos të sprovon. Shiko, ti mos ti jesh i tillë, ti mos ti xhelozosh njerëzit, ti mos ua kesh zilin njerëzve, ase ty do të xhelozojnë. A është problemi i tyre, nuk është i joti. Ato ua kanë pas zilin pejgamberve, dietarëve, njerëzve turp, po ashtu edhe ty. Është një adet i njerëzve ziliqar. Adeti është se kullu adawatin ka turgja izalet tuha. Çdo armiqësi mund të shpresohet që të largohet, përveç armiqësia e ziliqarit. Armiqësia e ziliqarit mund të largohet kur ty do të shkatrohet e mira, mirësia me të cilën Allahu të ka begatuar dhe të ka dhënë. Ai mund të largon qatë smunti që kanë ndaj teje, përveç se kur të të vdesë ty e vladi, ose të bëhesh i varfur, ose të smuhesh të vush nga një smundje rënd, e atërës. Ndryshe nuk shpëton. Por si që kemi cekur dhe më parë, mos provoko ziliqarin, smirësin me mirësit. Mos fol para ti për bollukun, për të mirat, për begatit. Mos cek, mos përmend. S'ka nevojë. Se ai është një person që vun, edhe ti aq më shumë ngacmon, provokon zemrën e tij që ai ty të keqen të ta bën. Çka mësojmë nga kjo histori? Mësojmë se qëllimi nuk e justifikon mjetin. Ata qëllimin e kishin çka të afrohen te baba i tyre te Jakubi. Ama mjeti nuk bën. Qëllimi nuk e justifikon mjetin. Se beshite drogë, po vallai, abe kur i shoh të dvarë, furit, unë vjen me shumë gjina. Edhe ai thash, boj diçka, boj pak pasuri edhe t'u jap sadaka atyre të ndihmoj. Pra qëllimin e ka të mirë, çka t'ju ndihmon të varfurve. Ama mjeti, mënyra për t'ju ndihmuar me shi drogë. Jo, nuk shkon. Është haram, është e ndaluar. Mirësia duhet ruajtur nga zilia. Këtë këshill e marrim nga Jakubi alayhis salam. Kur i thot djalit të tij Jusufit, mos u atrego ëndrrën, mos ju flit vëllezërve tu për ëndrrën që ke pa. Mos i trego sa ke, mos i trego çka ke. Sa ziliqar ka, o zotruna, plot.
mos na bëft Allahu për tyre. Mund të sprovojmë edhe ne me këtë sprovë. Mos posto rrjetet sociale çka ke. Mos posto fëmijët e tu, mos posto pasuri, mos posto vetur, mos posto shtëpi, s'ka nevojë. Këto lloj postime nuk sjellin post se shert e ty, këtë jesh I bindur. Postimet që ti I bën rrjetet sociale, që e merr e vladin e fotografon e nxjerr. Tash të pyes. Ky veprimi yt. Çfarë fajde, çfarë dobi sjell? Po vazhdo, kur çu beçi. Çfarë fajde, a ke dobi nga kjo? Po jo, okej. Hajde tash tregom a ke dëm. Po dëm ke. Foton e fëmijëve tu sheh dikush që s'ka fëmijë. Foton e fëmijëve tu e sheh dikush që I ka fëmijë handicap. Foton e fëmijëve tu sheh dikush I afërt që fëmijët e tij nuk janë të uzuar e fëmijët e tu janë të uzuar. Foton e fëmijëve tu e sheh dikush I cili e uren djalin tënd, e kështu me radhë. Edhe tash ky veprimi yt është shkak që ai ja ta merr foton sihrin magjin të ta bën për evladët e tu. Ja të bën diçka për shkak të xhelozisë, mirës, një farë komploti për evladët tu. Kët. Dami I madh shumë. Ndoshta disa herë dami mund të jetë me jetë. Si shkak zilia. Ata deshin ta mbysin vllahun e tyre. Pejgamberin, djem të Jakubit alayhis salam. E paramendoj dikush që nuk është as I udhëzum. Çka pret ti prej ti? Çka pret ti prej ti? I cili nuk është I udhëzuar. Dhe ka mundësi në çdo mënyrë të dëmton. Pra, merri këto mësime. Dhe këto mësime I marrim nga Jakubi alayhis salam. Edhe vëllezërit e afër mund të ta kenë zilin. Edhe migja gjaj mund të ta ketë zilin. Edhe daja mund të ta ketë zilin. Edhe tezja mund të ta ketë zilin. Njerëzit më të afërt mund të ta kenë zilin, siç ja kishin vëllezërit e Jakubit Jusufit alayhis salam. Andrat tregohen vetëm ose ja tregon vetëm një njeriu të besueshëm. Siç ja tregoi Jusufi Jakubit alayhis salam. Mos ja trego ëndrrën dikujt që nuk të do, dikujt që nuk ka dituri dhe dikujt që mund të ta keq interpreton. Pra ëndrrën tregoja dikujt që të do, dikujt që ka dituri dhe dikujt që mirë do ta interpreton. Dobia tjetër është se drejtësia është e detyrueshme edhe në dashuri, vëmendje midis fëmijëve. Besoni se shumë prindër janë sebepli, janë shkaktar që fëmijët e tyre të rriten me zili. Dhe vetë fëmijët e tyre të vuajnë nga kjo sëmundje për shkak të padrejtësisë, mos mirë menaxhimit të emanetit të tyre si prindër. Kur njëri t'i blen, tjetrit si blen. Kur njëri prej tyre e don, tjetri nuk e don. Kur njëri në ndihmon, tjetri nuk e ndihmon. Tjetri t'i blen tesha, tjetri nuk I blen. Kjo lloj padrejtësie, po në zemër nuk mund t'i kesh të njëjtë. Është e pamundshme. Ama nga në anën e jashtme, ti je I detyruar të jesh I drejtë që mos krijosh zili ose mos t'jesh shkaktar që ata t'kenë zili. Pra mos t'jesh ti shkaktar si prind. Sepse kur njëri do t'i blesh tjetrit jo, kur njëri do të kesh më afër, siç është rasti me Jusufin alayhis salam. Atëherë fëmia yt do të rritet me zili, do të jetë një ziliqar dhe pastaj nuk do të pritet prej tij përpos se keq ndaj njerëzve të afërt. Ziliqari nuk do të fitoj asnjëherë. Ky mesazh për çdo i cili ka një atom zilie ose ka shumë zili. Asnjëherë ziliqari nuk do të fiton. Andaj nëse vujmë nga kjo sëmundje, Allahu na ruajt, duhet ta trajtojmë këtë sëmundje në zemrët tona me bindet plot dhe Allahut, me mbështetjet plot në Allahun, duke kërkuar ndihmë për Allahut, duke qenë të bindur se çdo është me kader, me caktim, dhe të pajtohemi me vullnetin
dhe dëshirën e Allahut te bareke ve taala. Përndryshe, si ziliqar nuk do të fitosh asnjëherë. Ata dëshironin që ta poshtronin Jusufin alayhis salam, për shkak të dëshirës së tyre që të jenë të afërt me babain e tyre. Ama çka ndodhi? Ndodhi e kundërta. Allahu e ngrit Jusufin alayhis salam. Erdhi momenti ata të poshtrohen dhe të shkojnë te vllai i tyre pa e njohur, të kërkojnë ndihmë, dhe pastaj ju thot: "Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf?" A e dini ju se çka bot me Jusufin? A anta Yusuf? A ti je Jusufi? Naam, ana Yusuf wa hadha akhi. Po unë jam Jusufi e kjo është vllai im. Asnjë nuk do të fiton ziliqari. Andaj çdo gjë e keqe, smundje shpirtërore, zemrës, largohet, se ajo nuk të bën fajde dobi në dynja e në ahiret. Nuk lejohet të planifikosh një mëkat e pastaj të thuash do pendohem, ama njërë ta buj këtë e pastaj do bëj taube. Jo. Në momenti kur e kupton se je në devim dhe se është mëkat, se është gjuna, është i keqe, ndalu dhe mos e realizo. Por mos realizimin e gjunahi do të shpërblehesh, edhe për pendimin gjithashtu do të shpërblehesh, sepse kjo mënyrë, nëse thu se një do ta bëj mëkatin, pastaj do të pendohem, është një kurth i rrezikshëm i shejtanit, waljadu billah. Dashuria e zemrës është jashta kontrollit të njeriut. Jakubi e donte shumë Jusufin, më shumë. Po kjo nuk ishte gabim, sepse dashuria e zemrës nuk kontrollohet. Pra nëse baba, prindi e don një fëmijë më shumë se tjetrin, por nuk duhet ta thonë, nuk duhet të thonë fëmijëve, por ai ekziston. Se kështu ishte realiteti me Jakubin alayhis salam. Ama në anën jashtme i drejt me të gjithë. Pendimi i vrasësit pranohet. Autori sjell faktin se Allahu nuk e mohoi pendimin e tyre. Se vëllezërit e Jakubit, vëllezërit e Jusufit, kur të duan ta vrasin Jusufin, dhe me të keqit që ja bon, pastaj çka kërkuan falje, u penduan dhe pendimi u pranuan. Dhe shumë dobira tjera të ndryshme që vlen të ceket mirë, po për shkak të kohës ne nuk do ta zgjasim më shumë. Pra, kjo sure, si çdo sure tjetër, ka atë peshën dhe rëndësinë e saj, dhe besoni se shumë njerëz kanë pranuar Islamin për shkak të leximit të kësaj sureje, sura e Jusufit alayhis salam, që ka në vete shumë mësime, shumë urtësi, dhe çdo kush duhet lexuar në gjuhën arabe, e pastaj edhe ta lexosh gjuhën tënde që ta kuptosh se cila është domethënia e kësaj sure. Lutë Allahun fuqiplot që zemrat Allahu të na pastron, zemrat të na pastron nga çdo smir, nga çdo urrëti, nga çdo armiqësi, nga çdo syfaqësi, nga çdo mendjemasi. Lutë Allahun që zemrat të na pastron nga çdo gjë që Allahu e urren e nuk e don. Lutë Allahun që gjoksat të na shëron në rrugën e drejtë, të na udhëzon për të devotshmive, Allahu të na bon. Varret tona të na ndriçon, shtratin e xhenetit Allahu të na shtron, Jannatul Firdaus me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të na bashkon. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.